Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Nga 9 dhjetori në Maqedoninë e Veriut fillon pagesa në euro sipas standardeve të zonës së vetme të pagesave në euro SEPA. Në vend të kostos mesatare prej 14 eurosh për pagesat përmes bankave korrespondente, pagesat përmes SEPA do të kushtojnë 3 euro për urdhrat elektronik dhe 5 euro për urdhrat në letër, ndërsa të gjitha hyrjet përmes SEPA do të tarifohen 3 euro. Duke patur parasysh që 80% e të gjitha pagesave dalse dhe 90% e të gjitha hyrjeve të shtetit janë në euro, tarifat më të ulta do të mundsojnë kursime të drejtpërdrejta për shtetin dhe institucionet shtetërore. Kryetari i Kuvendit të Republikës Maqedonisë së Veriut Afrim Gashi paralajmëron se integrimi evropian nuk ndërtohet në Bruksel, por në vendime dhe në mënyrë se si arrin marrëveshje. Afrim Gashi gjatë konferencës së tretë plenare të Kuvendit Kombëtare për Bashkimin Evropian, e cila u mbajt në Kuvend, nënvizoi se asnjë çështje dypalëshe nuk duhet të pengojë rrugën e vendit drejt BE-s, duke përmendur shembujt e Shqipërisë dhe Malit të Zi si dëshmi se procesi i integrimit është i realizueshëm. Ai kërkoi që gara të zhvillohet në gjetjen e zgjidhjeve për sfidat e përbashkëta, ndërkohë që kryetari i Këshillit Kombëtar për integrimin evropian Venko Filipçe paralajmëroi se vendi po humb kohë të çmuar për shkak të mungesës së vullnetit politik për reforma thelbësore. Rajoni. Vijon greva e punëtorëve të Radio-Televizionit Kosovës. Kryetari i sindikatës Gzim Bimbash në ditën e tretë të protestës paralajmëroi se do të ndërmarrin veprime të tjera nëse nuk plotësohen kërkesat e tyre. Kryetari i sindikatës së RTK-s deklaroi se nëse nuk paguhen do të bojkotojnë si fushatat elektorale, ashtu dhe ngjarjet politike. Se situata është emergjente. Andaj nuk kemi shumë kohë dhe luks të mendojmë se çfarë mund të bëhet, si mund të bëhet, zgjidhjet janë dhënë. Ka ekspert ligjor që janë të gatshëm, që kemi kontaktuar ne që mund ta ndihmojnë qeverinë nëse veç ka me dyshje se cilat janë format. Ne mundemi si sindikat me siguru, një njohës ligjor i cili mund t'ju jap zgjidhje ose modele për dalë nga kjo krizë. Edhe mjetet e transportit publik në Prishtinë janë të vendosura të vijojnë protestën. Sekretari i shoqatës së sektorit privat të autobusëve, Ismet Haliti, shpreu keqardhjen se qytetarët kanë mbetur pa autobus, por paralajmëron se do të vazhdojnë derisa të alokohen mjete nga komuna dhe ato t'i marrin pagat e tyre. Fatkeqësisht sot është dita e tretë e protestës. Reflektim ndoshta ka pak, po mjetet nuk kanë dalë në llogari siç për muajt maj për sektorin privat të fjolla, për trafikun urban dikon 2 muaj ose muaj 3 tash vjen. Kështu si shprehim keqësordhje për rrotarët se sot s'kan transport edhe ditën e tretë. Dhe puna do të vazhdoj atëherë kur mjetet dalin në llogaritë tona dhe i shlyin borset tona të natit të pagat ndaj punëtorëve. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Rreshjet e dendura të shiut vijojnë të shkaktojnë vështirësi në veri dhe jug të Shqipërisë. Në qytetin e Lezhës, sistemi kanalizimeve nuk ka arritur të përballojë sasinë e prureve, duke shkaktuar prani uji në bllokun e banimit 11 janarit dhe në lagjen Beslidia. Niveli i ujit ka arritur deri në 40 cm. Për shkak të kushteve atmosferike në akse rrugore nacionale vazhdojnë të shfaqen problematike të rënë sigurve, dherave dhe inerteve, duke kërkuar ndërhyrje të vazhdueshme nga ekipet e mirëmbajtjes. Ministri i Mbrojtjes i Shqipërisë Piro Vengu njoftoi se efektivët e batalionit të Gjenjos janë angazhuar për normalizimin e situatës. Ai njoftoi për ndërhyrje në Finiq, Bovill, në Argjinaturën e Bistricës dhe në urën e Metoqit në Sarandë. Partia Demokratike kërkon shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme. Përmes një deklarate përshtyp nga kryesia e Kuvendit, deputeti i Partisë Demokratike në Bosdo, njerësh në kryetari i Komisionit Ekonomisë, tha se mira gjethu mbytën dhe qindra hektar tokë bujqësore mbjell në ara, në sera dhe fusha u përmbytën. Sipas Bosdos, fakti që dhe pas njave ujërat ende nuk janë të rrequr tregon qartë se problemet nuk kanë qëreshjet, por fakti që kanalizimet kulluese nuk funksionojnë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.